Me rritjen e temperaturave dhe afrimin e muajve kritik të verës, krerët e institucioneve të emergjencave, mbrojtjes civile dhe drejtësisë janë bërë bashkë për të koordinuar hapat në parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve. Mesazhi kryesor i takimit ndërinstitucional ishte i qartë: koordinimi plot, gatishmëri në terren dhe ndëshkime të repta ligjore për çdo papërgjegjshmëri. Kryeshefi i Njësisë Territoriale kundër zjarreve në Gostivali, Jusuf Bajrami, u shpreh se njësiti është i përgatitur me kapacitetet aktuale, ndonse muajt e ardhshëm pritet të jenë më sfidues. Zjarret kanë qenë normal si çdo vit, mirë po pritet që muajin korrik dhe gusht shtohet numri i zjarreve për arsye se temperaturat edhe rriten edhe bari, pijet janë më të thata dhe domethënë janë mundësitë më të mëdha për të shkaktuar zjarr. Ekipet i kemi mobile, kemi njerëz mjaftueshëm për intervenime, edhe me automjetet, pak a shumë automjetet na duhen edhe automjete më të vogla për rrugë të ngushta, si dhe automjete me më shumë tonazh të ujit për raste të tilla si janë vendet malore, mirë po, tash për tash jemi të përgatitur për çdo rast, kemi 4 automjete për intervenim dhe për këtë verë mendoj që do t'ja dalim, janë të mjaftueshëm. Nga ana tjetër, zonës komandanti i NJTKZ, Sergji Liseni, drejtoi një thirrje specifike për ndihmë nga qytetarët dhe pronarët e bizneseve. Objektet afariste, fabrika dhe depo të bëjnë pastrimin rreth e përtjar objekteve të tyre, që mos na vështirësone punën neve me zjarrin. Për të ta kenë ata pastër rreth e përtjar objekteve, neve na lehtëson punën. Shkojmë më shpejt dhe nuk kapet objekti nga bari i thatë ose diçka tjetër. Medat Kadria nga Qendra për Menaxhim me Kriza rikujtoi masat e repta që hyjnë në fuqi së shpejti sa i përket lëvizjes në zonat pyjore. Ai bëri të ditur se nga një korrik u vlen ndalesa e lëvizjes në përpyje për personat fizik, ndërsa ata që duhet lëvizin në zonat e komunës së Mavrovës dhe Parkut Nacional duhet të pajisen me leje paraprake për të shmangur zjarrat e padëshirueshme. Për njëshin e muj 7 ka ndalesë në për pyjet, tash ndalesa vlen për persona fizik, ose ato nëse kanë dëshirë duhet paraqiten në për vot fjalë për komunën e Mavrovës në Parkun Nacional, që marrin leje, që mos shkaktojnë zjarr ose diçka të padëshirueshme. Tash duhet çdo kusht kemi kujdes për zjarret, ajo është obligimi i çdo qytetari. Përsa i përket kapaciteteve njerëzore dhe logjistike, udhëheqësi i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Bekim Ismaili, vori në dukje se para 2 javë është bërë një thirrje publike për angazhimin e personave të trajnuar apo që kanë kryer ushtrinë. Ky angazhim synon ofrimin e ndihmës në menaxhimin e automjeteve të specializuara si Hermelina e tanker të adaptuara që vinë si mbështetje nga ushtria për shuarjen e zjarreve në hapësira të hapura. Drejtoria jonë mos gabofsha para 2 javë drejtori i bëri edhe një thirrje publike të angazhojnë persona që kanë kryer ushtrinë ose në Ministrinë e Punëve të Brendshme, mund të paraqiten te drejtoria jonë. Gjithsesi ato persona që kanë aftësi për të menaxhuar me automjete specializuara që kemi nga ushtria, Hermelina, tanka që janë të adaptuara për shuarjen e zjarreve në hapësirë, janë të misardhur gjithë ato që janë të licencuar për me vozitjen e këtyre automjeteve specializuara. Prokurori Azbi Sejni u tregua i prerë sa i përket anës ligjore dhe pasojave me të cilët do të përballen shkaktarët e zjarreve. Sipas tij, për veprën penale bazë parashihet dënim me burg deri në 5 vjet, ndërsa situata rëndohet kur rrezikohen jetë njerëzish apo shkaktohen dëme të përmasave të mëdha. Secili person i cili do të shkaktojë zjarr dhe me atë do të rrezikon jetën e qytetarëve apo do të shkaktojë dëme të mëdha, në veprën penale bazë parashihet burgim deri në 5 vjet. Në nenin 292, vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme, është nen i kualifikuar apo më i rënd, ku në qoftë se kemi edhe viktima apo dëme të masave të përmdhaja. Kështu që këtu parashihet edhe burg deri më 10 vjet. Besoj se duhet kur të bëni apelimet organet që janë në front, duhet edhe masat represive të merren ekstrakte nga ligji dhe të shihet se me çfarë lloj dënimesh mund të ballafaqohen, po që se bëjnë ndonjë nga veprimet e palejuara. Takimi dhe nismës për koordinimi dhe mbështetje të pakrahasueshme kryetari Valmon Limani, i cili u shpreh i bindur se ky bashkëpunim do të japë rezultate pozitive.